Njohja ndërkombëtare e Kosovës do të vazhdojë si para ashtu edhe pas vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Kështu shprehet drejtoresha e programit për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave, Sabine Fraser. Megjithatë, thot ajo, qeveria e Kosovës duhet të luajë një rol të rëndësishëm për t'i treguar botës se është një shtet që kontribuon ndaj paqes dhe stabilitetit në rajon. Kjo qeveri duhet përpiqet më shumë t'i bind vendet e tjera ta njohin atë. Zonjë Fraser e intervistoi kolegja Bardha Shkuza Azari. Ms. Fraser, welcome to our studio. Zonjë Fraser, si është situata tani në Kosovë më shumë se një vit pas pavarësisë së saj? Kosovo has made some important steps in the past year. Kosova ka bërë disa hapa të rëndësishëm gjatë vitit të parë të pavarësisë së saj. Një nga gjërat që shihet është zhvillimi i përgjithshëm pozitiv i vendit. Nuk ka pasur shumë dhunë. Kosova është njohur nga mbi 50 vende dhe ajo po bëhet me të vërtetë pjesëtare e komunitetit ndërkombëtar. Por ka pasur edhe vështirësi, si për shembull gjetja e një gjuhë të përbashkët me serbët në Kosovë. Ka probleme në Mitrovic, por edhe me faktin që serbët e Kosovës nuk duan të marrin pjesë në institucionet e vendit. Pra nga njëra anë ka pasur përparim domethënës, ndërsa nga ana tjetër ka edhe sfida. Since you mentioned Mitrovica, A mendoni se mund të ketë paqe dhe stabilitet afatgjatë në Kosovë nëse nuk zgjidhet çështja e Mitrovicës dhe a mendoni se mund të zgjidhet kjo çështje? I mean, obviously we can't have a situation like it exists today. Situata në Mitrovic nuk mund të vazhdojë siç është tani. Nuk mund të ketë dhunë, nuk mund të ketë banda të armatosura që operojnë atje apo agjentë të fshehtë. Eventualisht shpresoj që të ketë një farë pajtimi dhe populli i Mitrovicës të arrijë të bashkëjetojë. Kthimi të zhvendosur është i rëndësishëm në të dy anët. Dy pjesët e komunës së Mitrovicës duhet të bashkëpunojnë dhe shpresoj që populli i Mitrovicës dhe komuniteti ndërkombëtar të kontribuojnë në këtë pajtim. at this point in time, Nga njëra anë, shqiptarëve të Kosovës po kërkohet të përmbahen planit Ahtisari, ndërsa nga ana tjetër serbët refuzojnë të pranojnë atë. A është ky plan ende i zbatueshëm në rrethana të tilla? Personally, I think that it is extremely important that Mendoj se është e rëndësishme që plani i Ahtisarit të vazhdojë të konsiderohet si dokument thelbësor. Kosova e ka inkuadruar këtë plan edhe në kushtetutën e saj, pra ky nuk është më vetëm një dokument ndërkombëtar, por edhe pjesë e ligjit në Kosovë. Plani i Ahtisarit ka shumë ide të mira që duhet të zbatohen, dhe një nga ato është decentralizimi, pjesë shumë e rëndësishme e planit Ahtisari. Më vjen keq që serbët e Kosovës nuk e pranojnë këtë plan. Mendoj se një nga problemet vjen nga fakti se ata nuk e dinë çfarë përmban ai. Ata nuk e kuptojnë se plani i Ahtisari u garanton serbëve në Kosovë të drejta të jashtëzakonshme. Ata e shohin planin thjesht si miratim të pavarësisë së Kosovës, por kjo duhet të tejkalohet dhe të shihet për mbajtja e tij. the ICJ will be taken up. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të marrë në shqyrtim çështjen e pavarësisë së Kosovës. A mendoni se vendimi i kësaj gjykate do të ketë ndikim në njohjen e mëtejshme të Kosovës? It's very difficult at this point to say what the ICJ is. Është e vështirë të thuash se çfarë vendimi do të marrë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por do të ishte mirë që vendimi të jetë ligjor dhe të mos thotë se pavarësia e Kosovës është e paligjshme. Një arsye pse Serbia e çoi këtë çështje në gjykatë ishte për të vonuar njohjen e mëtejshme të pavarësisë së Kosovës. Arsyeja tjetër është që qeveria serbe të thotë, nuk është faji ynë apo problemi ynë, sepse vendimi i çështjes është tani në dorë të gjykatës. Qeveria e Kosovës duhet të luajë një rol të rëndësishëm për t'i treguar botës se është një shtet që kontribon ndaj paqes dhe stabilitetit në rajon. Kjo qeveri duhet të përpiqet më shumë t'i bindë vendet e tjera që ta njohin atë. Megjithatë, mendoj se procesi i njohjes do të vazhdojë si para dhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Moving on to Serbia, do you believe that the A international... mendoni që komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë përpjekjet për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Serbia nuk i ka përmbushur ende kërkesat e gjykatës së Hagës për dorëzimin e kriminalëve të luftës? I think that the European Union has made it. Mendoj se Bashkimi Evropian ja ka bërë të qartë premtimin e saj Serbisë, se kjo e fundit do të bëhet eventualisht antare e grupit. Është e rëndësishme që Serbia ta ketë këtë perspektivë, por është po aq e rëndësishme që Serbia të përmbushë kërkesat e gjykatës së Hagës për dorëzimin e Ratko Mladićit para se të vazhdojë rrugën e saj të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kam besim se Serbia është në gjendje të arrestojë zotin Mladić dhe shpresoj që kjo të ndodhë së shpejti në mënyrë që vendi të vazhdojë integrimin evropian. What do you think the nature of Cila mendoni duhet të jetë natyra e bisedimeve Beograd-Prishtinë nëse ato fillojnë në të ardhmen? Here, I believe, first of all, that it's important that there be talks. I think it E is rëndësishme është që bisedimet të zhvillohen dhe që Beogradi dhe Prishtina të kenë vullnetin të dialogojnë. Ky dialog nuk duhet të jetë për statusin e Kosovës, por për marrëdhëniet e mira fqinjësore që duhet të kenë. Në këtë pikë, ky lloj dialogu nuk duket i mundur dhe kjo është negative, sepse eventualisht Serbia dhe Kosova do të duhet të jetojnë pranë njëri tjetrit. Do të duhet të trajtojnë problemet si trafikimin, korrupsionin, çështjet kufitare të tjerë. Prandaj është e domosdoshme që ato të dyja të fillojnë të bashkëpunojnë për këtë sa më parë. Ms. Fraser, thank you very much for the interview. You're welcome.